Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, kosti i esëll shëron këto tre sëmundje. Ja, kush duhet ta konsumoj menjëherë. Kosti është një nga ushqimet që nuk mungon kurrë në frigoriferin e një anvise shqiptare. Shumë anvisa e zënë vetë kostin një herë në 2 ose 3 ditë për të siguruar që ky produkt nuk do të mungojë asnjëherë në kuzhinë. Kosti është një produkt mirëbërës si për të rritur ashtu edhe për fëmijë. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur me proteina, kalcium, vitaminë. I bën mirë stomakut. Kulturat e gjalla tek kosti janë efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacionit të zorrëve, sëmundjeve të zorrës të trashë e të tjerë. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe e mbrojnë stomakun tuaj nga të gjitha infeksionet. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe gjithashtu e mbrojnë stomakun tuaj nga infeksionet. Osteoporoza. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminave D dhe kalciumit. Kosti është i pasur me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij përmirëson strukturën e kockave. Tensioni i gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë që të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të lartë të gjakut bie me 50%. Pesha. Kosti është ideal për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Pasi përthithet, kalciumi nga kosti ndikon që qelizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Rekomandimet gjithnjë vlen për kostin me pak yndyrë. Skuqet e lëkurës tek bebet. Ky është një ushqim ideal për lëkurat e ndjeshme të bebeve. Atë ju mundet që ta përdorni për të trajtuar skuqet në lëkurë të cilat janë posaçërisht të shkaktuara nga pelenat. Vitaminat. Kosti gjithashtu përmban edhe fosfor, kalium, jod dhe gjithashtu zink, vitaminë B5 dhe B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për rruazat e kuqe të gjakut dhe sistemin nervor. E ftohura. Kur imuniteti është i fortë, do të mund të mposhtë viruset ose bakteret më lehtë. Konsumoni 150 deri në 200 gram kos në ditë për të shpëtuar simptomave të ftohurës, gripit, problemeve me fytin. Ky produkt gjithashtu përgjysmon shanset e shfaqjes së këtyre sëmundjeve. Shëndeti i lëkurës. Kosti është një nga kurat më të mira për femrat. Ai përmirëson lëkurën, shtrëngon poret dhe i jep lëkurës tuaj elasticitet dhe shkëlqim. Kosti është i dobishëm edhe kundër simptomave të plakjes, ankthi më i keq për shumë femra. Shëndeti i flokëve. Kosti është i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai gjithashtu forcon çdo qime dhe pastron skalpin tuaj nga zbokthi. Siguroni që kosti të jetë nga ai që përgatitet në shtëpi dhe jo i përpunuar. Gjithashtu, sipas ekspertëve, kosti mundet gjithashtu që të mbrojë nga alergjitë. Foshnjat e grave shtatzëna të cilat konsumojnë kos rregullisht janë më pak të prekur nga alergjitë, thot një studim mbi rolin e kostit. Sipas studimit, fëmijët të cilët ushqehen me kos rregullisht janë më pak të rrezikuar nga infeksionet dhe alergjitë. Rënja në peshë. Kosti gjithashtu përmban pak kalori dhe për më tepër, fal konsumimit të tij, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë e cila e nxit organizmin që të humbas kilogramët e tepërt. Kaviteti.
Kosti i mbron në dhëmbët tuaj nga kaviteti. Ai përmban acidin laktik që i mbron mishrat e dhëmbëve nga mbetjet ushqimore dhe gjithashtu bakteret. Kos pas aktivitetit tuaj fizik. Proteinat e gjendura te kosti i japin muskujve aminoacide që u duhen për të rimëkëmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosti e rikthen atë. Bakteret e këqija. Kosti përmban probiotik të cilët eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi juaj tretës. Nëse ju vuani nga fryrjet në stomak ose diarreja, është e këshillueshme që të hani kos që në mëngjes. Kockat. Një filxhan me kos përmban 275 mg kalcium dhe për këtë arsye nëse ju e konsumoni që në mëngjes u keni dhënë kockave forcën e duhur. Tensioni i lartë i gjakut. Sipas të dhënave, kaliumi i cili gjendet tek kosti ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosti ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe në shëndetin e zemrës. Imuniteti. Kosti ka aftësinë që të mbrojë imunitetin dhe njëkohësisht ta bëjë atë edhe më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosti përmban minerale të dobishme si për shembull zinku, magnezi dhe seleniumi. Sistemi i tretës. Kosti përmirëson tretjen dhe konsumi i tij ditor, veçanërisht në mëngjes, mbron sistemin tretës nga të gjitha toksinat dhe bakteret. Ai qetëson gjithashtu sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Sipas ekspertëve, kosti mbetet një nga produktet e shkëlqyera për të patur një humor më të mirë. Ka shumë mënyra klasike për të përmirësuar humorin tuaj, por ushtrimet dhe gjumi janë ndër më të mirat, por edhe ngrënia e kostit është një përforcues i mrekullueshëm i humorit. Sistem imunitar më i fortë. Në ditët e sotme është shumë e rëndësishme të kemi një sistem imunitar të shëndetshëm për të luftuar sëmundje dhe infeksionet. Një nga mënyrat për të forcuar sistemin tuaj imunitar është që ju të konsumoni probiotik të cilët gjenden në kos. Duke ngrënë kos për çdo ditë, ju ushqeni traktin tuaj gastrointestinal me baktere të shëndetshme. Këto baktere të shëndetshme parandalojnë mbizotërimin e atyre të këqijave, gjë e cila çon në përmirësimin e shëndetit dhe të sistemit tuaj imunitar. Gjithashtu, kosi shërben për një zorë të shëndetshme. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën ju mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht të shëndetshme. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe për thithjen e lëndëve ushqyese. Ndaj është thelbësore që ajo të funksionojë siç duhet. Një gjë e cila mund të ndihmojë në këtë proces është pikërisht kosti. Gjithashtu, duhet të dini se kosti shërben edhe për humbje në peshë. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund t'i bëjë ata të bëjnë zgjedhje dhe të gabuara. Qoftë një ushtrim derues me palestrën apo vëzhgimi i dietës tuaj apo një zakon i kombinimit të këtyre gjërave do t'ju ndihmojë që ju të humbisni në peshë, por për sa i përket dietës më të shëndetshme, kosti nuk është i rastësishëm në programin dietik të shumë dietologëve. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.